Celibashi në konferencën e sotme me gazetarët tha se aktualisht janë 115 materiale kallëzuese të referuara në SPAK. Në këtë konferencë ai u përgjigj edhe akuzave të Partisë Demokratike për parregullsi në procesin e votimit të emigrantëve në Greqi. Sipas tij, janë 144.000 votues që e kanë sjell fletën e votimit nga diaspora, por Partia Demokratike ka shprehur shqetësimin se shumë qytetarë nuk kanë mundur të marrin zarfin me fletët e votimit në adresën e tyre apo në zyrat postare, dhe disa herë persona të pa autorizuar kanë tërhequr zarfe në emër të tjerëve, duke i cilësuar këta individ si të lidhur me Partinë Socialiste. Në SPAK janë 115 materiale kallëzuese, këto nga subjektet zgjedhore, referime nga policia e shtetit, të iniciuara kryesisht nga vetë SPAK, denoncime në platformën online, si dhe denoncime nga qytetarët. Dhe në total janë të regjistruara 35 procedime penale nga SPAK. Nga këto 35 procedime penale, 8 janë të regjistruara kryesisht nga vetë SPAK. Për sa i përket të dhënave të marra nga prokuroria e përgjithshme, janë 32 kallëzime për vepra penale në fushën e zgjedhjeve,